Nga baladat e ndjera deri te ritmet dinamike, çdo moment dukej se shtyente publikun të përjetonte muzikën në mënyrë personale. Dritat, skenografia dhe performanca ngrohtë e Albanit krijuan një natë të paharrueshme, ku muzika u bë lidhja më e bukur mes artistit dhe adhuruesve të tij. Nxumi lë në shoqëri të disa pamjeve ekskluzive, ku nuk munguan as kolegët e Skënderaj, me cilët ai pati bashkëpunime. Edhe nata e dytë u karakterizua me ritëm dhe emocione të shumta, teksa siç mund ta shihni në pamje, publiku ka kënduar një zëri këngët e tij. E po si që shia mbi tort, befasia ishte performanca e bukur e bashkëshortës së Albanit, Miriam Cane, të cilët dukeshin në kombinim perfekt me njëri tjetrin. E në natën e tretë dhe Albani ishte ai që u befasua Tejmasi nga gjithë ky interesim. Ajo që na bëri përshtypje ishte këmisha e tij unike, ku prapa e pati të shënuar motiv. Pra, emrin e këtij koncerti kaq të veçantë. Imazhet nga nata e tretë mbrëm flasin vetë. Për ulem para jush dhe ndjej vetëm rënjoje, ka shkruar ai mbi këto pamje. Data 7 e shënoi dhe mbarimin e kësaj maratone 4 ditore. Koncerti Motiv nuk ishte vetëm një performancë muzikore, por dhe një përvojë plot emocionale, ku çdo notë, tekst dhe buzëqeshje Skënderaj mbeti e paharrueshme për të gjithë pjesëmarrësit. Përndryshe, publiku kosovar falenderon artistin e njohur për këto 4 net të mahnitshme.